Përshëndetje dhe mirë mbrëma, kudo që jeni. Ramazan dhe të ne që i fundit të Ramazanit. Kërkojmë falje Zotit për çdo gjë, ai është falës dhe shpresojmë në faljen e tij. Lutemi për të gjithë ju kudo që jeni, ta keni shëndetin edhe të jeni shëndosh e mirë bashkë me familjet e juaja. Në këtë podcast sonte kam nderin me pas një mik timin, mik të shoqatës, bamirës sa dush, donator prej ditëve të para të Hetimet të Ballkanit. Është kryetari i Federatës Futbollit Kosovës, i nderuari Agim Ademi. Kryetar, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për përgjigjen ndaj ftesës tonë. Është kënaqësi dhe privilegj me të pas në këtë bashkëbisedim sonte. Faleminderit shumë. Është kënaqësi për mua dhe nerë për mua me kom pjesë. Jam shumë i lumtur që më ka dhënë mundësia të jem pjesë e juaja, pjesë e shoqatës dhe sadopak të jam pjesëtar i veprave të mira dhe ekselente që bëhen për popullin tonë, për njerëz në nevojë dhe për të gjithë ata të cilët e ndjejnë të mirën të juaj, të shoqatës dhe të gjithë donatorëve të antarë të kësaj shoqate. Faleminderit shumë, president. Atë kujtohet kur je njoftu për herë të parë, një herë me emrin e Hetimet të Ballkanit, pastaj bashkë me neve? Po sigurisht është kohë e gjatë dhe aktiviteti jot është qysh në ato momente që e keni ndije sigurisht që është paraqit nevoja për ndihmuar njerëz, për ndihmuar popullin tonë. Pra rastet e takimeve janë gjithmonë në për pjesën kur keni filluar që nga ditë e para me puzhinat popullore, me sakrificën që e keni bë, me pjesën të cilën vizionin dhe misionin të cilën e keni pas që në atë kohë për më ardhë sigurisht deri këtu ku je. Unë përveç që kësaj që e keni bë punën ekselente dhe punën e pazavendësueshme, jam shumë i lumtur që ty të ka dhënë Zoti këtu vërtet se njerëz të tillë, unë tham njerëz të i çon Zoti dhe ju jap Zoti fuqinë dhe ju jap Zoti mendjen dhe secilin e klasifikon për të kënaqë ose për të punuar për të qenë shërbëtor i popullit. Prandaj ti e zgjedh në këtë drejtim sepse nuk është e lehtë, është puna më e vështirë mundshme dhe detyra më e vështirë mundshme që Zoti jap dikujt që më dal para njerëzve. Në një pjesë je shpëtimtari, je mreti, je gjithkushi dhe në një pjesë tjetër je ai keqi, ai i cili për një pjesë të popullit, po them, ose për një pjesë të parën, je i ngushtueshmi sepse kimë dal para gjithë njerëzve, kimë kërku për njerëz, por madhështia e kësaj është te ju që ju nuk jeni ndal, jeni faqe bardh, keni arrit të bësh 300.000 antar. Kjo ka qenë bardhësia jote, sinqeriteti jote, shpirti jote i madh, besimi jote i madh te Zoti dhe te njerëz, dhe këto të gjitha bashkë e bojnë Halil Kastratin dhe e bojnë njeriu i cili e ngriti shoqatën e jetimave dhe boni për këtë popull dhe investon për këtë popull, normalisht me mjetet e donatorëve, aq sa nuk mund të bëj asnjë organizat tjetër në Kosovë. President, je donator prej ditëve të para. Presidenti është bo shkaktar donacionit i ka ndonë nga kafshata e familjes e ti, edhe ka gëzu disa familje me banesa edhe shtëpia personalisht kjo. Si ndihet njeri kur jep edhe din që po janë ndryshon jetën një familje? Besoni që çdo njeri ka me vete ka një anë normalisht pozitive dhe humanitetit, por edhe na secili ka dhe gabimet e veta, secili ka dhe ndoshta një pjesë të keqe. Por kjo pjesa, takimi me ju, kjo pjesa e fillimit të kyçes, të jem pjesë sa do e vogël e juja për ndihmë,
më ka nxirr dhe më ka dhënë qetësinë dhe paqen me veten. Dhe nga kjo rrjedhin të gjitha të tjerat që tani mo, kjo është pjesë e jetës sime, madje edhe familjes time. Dhe sigurisht që ne për sa herë planifikojmë në familje dhe unë vetë planet e tona familjare, investimet, gjitha siç i ka çdo familje që i bën planet e veta, asnjëherë nuk na mungon kjo pjesa e shoqatës që mos me qenë pjesë e çdo plani, mos me qenë pjesë e çdo aktiviteti që e kemi ne që nuk ja shtojmë edhe këtë pjesë, plus jetimat e Ballkanit. Gjithmonë është shpërbleft. Pra, kjo e ka bo që na jemi shumë të lumtur familjarisht kur e shohim dikon që po bëhet me shtëpi, kur e shohim dikon që i ushqyer me familjen e vet dhe kur e shohim dikon që bëhet pjesë e shoqatës jetimat e Ballkanit. Dhe çfarë është madhështia, sepse ne si popull normalisht jemi bujar, po nuk kemi qenë as të pasur, po thom pe shumicës antarëve që janë donator, por gjithsesi nëpërmes jush, nëpërmes kësaj shoqate, të gjithë jemi bë të pasur dhe të gjithë jemi bë krenar dhe të gjithë jemi bë humanitar. Zotë shpërbleft. Kryetar, shpesh herë je në shtëpinë të moshuarve jetimat të Ballkanit, këtu ku jemi edhe sonte. Nuk ka Ramazan që presidenti bashkë me familjen e tij nuk e rezervon një iftar për gjithë të moshuarit këtu në shtëpinë të moshuarve edhe të pranishme tjerë që janë musafir këtu. Ndjenjat e juja kur vjen të shtëpia të moshuarve këtu janë 70 banorë edhe shpesh herë diskutojmë na bashkarisht edhe privat. Edhe thu që janë disa ndjenja shumë speciale. Nuk është e pakët vizita juj në këtë shtëpi. Thjesht nuk është që mundi përshkruan këto ndjenja. Jo vetëm në Ramazan, sidomos në Ramazan, por jo vetëm, edhe në për ditë të tjera, e net e tjera kur vjen, edhe frymëzohesh, edhe gjen diçka dhe këtu do të thonë që ty të shërben në jetë. Më beso që ka një fjalë, ka një bisedë, edhe pse këta janë të vetmuar dhe nashta me problemet e tyre që i kanë pas, është dashur të jenë banor të kësaj perle, që unë gjithmonë e tham dhe gjithku në flas, shtëpinë e plezhve në për krejt Evropën, atje ku ka mundësi të jam dhe të hapëm një bisedë të tillë, gjithmonë prezent në çdo bisedë me çdo njeri atje që ka mundësinë me fol për temë të lirë. Sa një parë është kjo, me fotografitë, me incizimet që i kam në telefon, se qa është bo në Kosovë për një shoqate, apo më mirë me thonë për një njeri cili ka organizu një shoqate humanitare. Dhe këtu, kur vi, edhe ndonjëherë kur jam emocionalisht keq se njerëz jemi, vi këtu edhe ndonjëherë kur më duhet të lutem për një çështje që e lut Zotin me na realizu, vi këtu, është për mua shtëpi e shajt. Kështu që këtu e gjej pothuajse gjithë shkafin. President jenë krye të Federatës Futbollit të Kosovës, edhe unë e thash edhe në fillim, edhe personalisht ju edhe familja ju i donator, po ke qenë iniciator me qenë edhe si federat donator të jetimet e Ballkanit. Ke angazhu edhe futbollistë të ndryshëm që luajnë për Kosovën me qenë donator këtu. Është e vërtet dhe për këtë jam shumë krenar dhe jam shumë falenderues nga futbollista, sepse kjo pjesa humanitare është pak edhe pjesë e njeriut, të gjeneve të njeriut. Por ndonjëherë njerëz të ri, do të thonë, e kanë jetën përpara, e kanë zhvillimin e vet përpara dhe ndoshta pa vetdi ose pa dëshirë e të i kalojnë pak këtë pjesë, ndoshta edhe prej kohës që se ka, por bashkimi jonë, ardhe aty në grumbullimet tona, dhe iniciativa jonë për të folë, prezenca jote të ta, kanë diku që ata të jenë pjesë e donacionit, të jenë donator se cili prej tyne, dhe jam shumë krenar që me ta bashkarisht, dhe shpesh herë një pjesë, ata derisa e plotësojnë një pjesë për një shtëpi ose banesë, pjesën tjetër jam i gatshëm gjithmonë me bo,
por jam shumë i lumtur që ata e kanë me shpirt dhe thjesht e ndjejnë, sepse ka për aty në futbollistë dhe shumica që kanë lind në për Zvicër, janë rrit, janë zhvilluar atje me një kulturë të këtij tjetër, dhe sigurisht që është ka një herë kur zhvillohesh në vende që nuk janë këto nevoja, nuk janë këto kërkesa, nuk e kap konceptin, por ata çaq kanë bo dhe çaq janë mishru me këtë punë dhe çaq janë bo humanitar, që fillimisht duhet i falenderoj të gjithë prindët e tyre që i kanë rrit me këtë kulturë, me këtë atë dhe dashuri dhe me këtë ndjenjë për popullin e vet, që ata t'jenë që ta ndajnë pjesën e tyre për çdo skamnor i cili ka nevojë. Pra, ças janë në gjendje që nëse i thirr ti ose i thirr edhe unë, kur do, për një lloj ndihme të tillë ata janë të gatshëm në çdo moment. Këti falenderimi edhe unë i bashkangjitëm njëkohësisht i përshëndesim të gjithë ata që luajnë për Kosovën, po dalëm tash tek sporti. Veprimtaria jonë është shumë me emocionet ndryshme. Po edhe futbolli është me emocionet ndryshme. President na fol pak për Federatën e Futbollit të Kosovës, mbi gjitha mbi ekipën. Sa ka qenë e vështirë edhe ju si federat me ardhë në ditët e sodit? A keni dikun një cak, shka shpresoni, qysh është situata aktuale në federatë, sidomos po flas për ekipën e futbollit, se shumë shpejt e kemi një lojë kogja të rëndësishme. Çka pret president për asaj loje? Nështë ti bona shumë pyetje pak, shumë mirë se me kronologji, po ecim që Federata e Futbollit është një organizat OJC, organizat jo qeveritare, e cila thjesht mirët me zhvillimin e futbollit dhe me zhvillimin e gara, me organizimin e gara, gjithë shka që është në futboll. Federata e Futbollit është kopola e kësaj pune të futbollit. Normalisht në marrëveshje dhe në bashkëpunim me qeverinë tonë, me komunat tona dhe me klubet tona të cilat janë të regjistruar në Federatën e Futbollit. Pra, na jemi shumë të lumtur dhe jemi shumë me fat që kemi shumë talent. Talenti shqiptarit dihet për pothuajse nuk ka bronzh, jo vetëm në sport, që nuk e kemi ndonjë emër i cili është zhvilluar deri në piedestal. Por sidomos në futboll dhe në sportet individuale, është vend shumë i vogël, po me peshë shumë të madhe. Këto une e vlerësoj me ari, që është ari shumë i vogël, po shumë i shtrajt, shumë i vlefshëm. Kështu i kem na prodhimin ton, kështu i kem na fëmijët ton, kështu i kem na talentet ton. Pra vetëm duhet kushte dhe punë. Ne kemi marrë mundimin, kur e kemi pa që e kemi talentin, e kemi marrë mundimin shumë të madh, skajshmërisht, mund të them lirisht që unë futbollin e kam pasion, se ish futbollist, se ish kryetar klubi dhe manej se ish antar i federatës një jetë. I boj tash rrafsh 50, pothuajse 50 vjet që kam fillu më marrë me futboll. Dhe sigurisht që mos më pas pasion, se nuk e kam vetëm këtë profesion, nuk jetoj për futbollit, por e kam pasion. Tashmo e kam varësi. Pse e kam varësi? Se kam marrë mision. Une kur e marrë një mision, e marrë me 100%. Dhe du me shku deri në fund. Jam tip që asnjëherë nuk dorëzona para asnjë sfide. Eci deri në fund dhe kërkoj derën, hapjen, daljen deri në fund. Deri në gjetje ose deri në vdekje, si thohin. Kështu që kur e di se kjo ka me ecë shumë, ne kemi shembujt, edhe para lufte, po kemi qenë në një pjesë që realisht nuk kanë shku të mirat ose nuk kanë shku vlerat në federatat ose në shtetin e Kosovës. Sot kemi medalet e plota ose historiku në futbollit e sportit tonë, e cila ka ngel në një shtet tjetër, ka shku pikrisht me ish Jugosllavina jo dhe ata e mojnë. Ja, faktikisht e marrën si vlerësim të tyre ose si pronë të tyne. Ne në futboll tash më 10 vjet i bojmë, që historia jonë shkruhet në UEFA në FIFA, prej 2016 kur jemi pranuar na, ndërsa prej 2018 e udhëheq unë federatën, dhe sigurisht për këto vite është bo një zhvillim, po flas edhe me vlerësimet UEFA-s dhe FIFA-s, një vlerësim që nuk e ka bo asnjë federat. Ne nuk kemi pas asnjë vetëm stadion
Kur jemi pranu e kemi pas vetëm stadionin e qytetit të Prishtinës, të cilin në atë kohën e pranimit ende ka qenë i papërfunduar duke u renovuar. Pastaj stadioni i Adem Jasharit në Mitrovic, që e kemi pas ndeshjen e parë me Haitin, ndeshja e parë miqësore zyrtare, domethënë është janë çujt ato miqësore, domethënë zhvillimore dhe miqësore zyrtare, si test me lejimin e FIFA-s, si test për pranimin e Kosovës. Dhe është pasë si është bodë dhe sa njerëz ka pas aty dhe çfarë rregulli ka qenë, përveç se ka qenë një ditë me shi, po gjithsesi ka qenë gjithçka në rregull dhe ka dash Zoti, na ka ndihmuar që mos me pas asnjë ekces, asnjë kurrë jashtë asoj orarit, jashtë rregullave të lojës. Pra, kemi pas vetëm ato 2 stadione që sot Adem Jashari ende pas fillimit të renovimit ende nuk është në gjendje, është vetëm stadionin për ndeshja ndërkombëtare kemi stadionin Prishtinë, stadionin Fadil Vokri, tashmë, dhe nuk kemi pas asnjë fushë tjetër. Të gjitha kanë qenë të viteve 50 vjet më herët që s'ka investuar askush asnjë gjë. Na kemi fillu dhe kemi bë mas pari infrastrukturën bazike, që këtyne talentëve t'ju bëhen kushtet minimale për ta zhvilluar talentin e tyre. Që do të thotë kushtet minimale një fushë ku mund të luajnë ai lirisht dhe ta shpreh talentin e tyre, një dres dhe një top të mirë, që ato i kemi bë me shpejtësinë e dritës, si thonë. Pro talenti, nëse ti kur i krijon këto kushte, atëherë kërkon nga talenti edhe sheh që rezultati është vajzat tona kampionet olimpike, vajzat e arta, të cilat në sportin individual, që është më lehtë të krijohet një sport individual se sa sporti kolektiv, por në sport individual ti kesh gjithë ato medale në një shtet si Kosova për shembull, dhe pa ne shpenzim të madh as të shtetit as të kujt, janë bë, domethënë, me një punë të mirë, të mrekullueshme të Toni Kukaj, trajneri legjendar edhe medalisti më i madh në region. Kështu ka ndodhur me futboll dhe kemi ardhur në situatën kur kemi kriju talenta që kanë dalë jashtë, siç është nga Kosova e kriju Amir Rahmani, kapiteni jonë sot i kombëtarës, lojtari më i mirë mbrojtës në Itali, kampion i dyfisht, pastaj Vedat Muriqi, që sot luan në ligën më të mirë të Evropës dhe të botës, mund të them, në La Liga, që sot i mungojnë vetëm edhe 2 golla ta kalon të famshmin Samuel Eto'o, që ka qenë një futbollist botnor, një lezend botnore. Mandej Edon Zhegrova që luan në Juventus, i cili ka dalë pikërisht nga ky lloç, nëse themi ne ashtu, nga kjo tokë, dhe shumë tjerë, dhe ata të cilët për situatat e ndryshme, për qëllime të ndryshme kanë ikë me familje, nga këtu, nga represioni, nga lufta, nga ndjekja për ndjekja dhe nga skamja për secili në formën e vet, por sot ata po i kthehen Kosovës në paqë, në republikë, dhe unë e them që uniforma e UÇK-s që e ka liru Kosovën, sot është kthy në uniformën e kombëtarës të Kosovës, dhe kjo uniformë peshon po njësoj. Ata e lirun për pas, na pja amanetin e ty në pja uqojmë ngrit pja destalin më të nalt të mund shumë Kosovën pikrisht me këta djemë e me këto vajza, të këtyne familjeve dhe të këtyne njerëzve të cilët për pas diaspora jonë, për pas kohës, kur ata kanë ikë dhe familjet e veta i kanë lënë këtu dhe është dasht në kushtet më të vështira të mundshme, është dasht me nda, ka shatë me apru familjet e veta me majtë. Kur ke koha luftës përveç parë edhe vetë kanë orë nga atje dhe ka shumë dëshmorë të cilët kanë orë nga diaspora, tash prapja Kosovën po mundohen me majtë dhe po mundohen me çu në nivelin më të lartë mundshëm, edhe me djemt të tyre, me vajzat të tyre, me sport edhe me gjithçka. Duke përfshi edhe humanizmin. Duke përfshi, mos të flasim për humanizmin, tash është temë tjetër përveç kësaj, po flas në të gjitha nivelet, fëmijët e tyre, ata vetë, në të gjitha nivelet, në të gjitha sektorët e mundshme që i duhen Kosovës, ata po mundohen që të jenë ata të cilët po prap ta mojnë Kosovën në vendin më të mirë të mundshëm dhe të arsyetojmë gjakun e derdhur, amanetin e dëshmorëve tonë, rezistentëve tonë, atyne të burgosurve tonë, të gjithë
gjenerata gjenerata që kanë punu për Kosovën dhe tash masi na kanë pru në liri, na që e kemi për barë dhe lirin, Kosovën të ngrisëm në nivelin më të naltë në mundshëm. Këta djem që i kemi, djem të artu në i quj Dardan, gladiator Dardan, këta po shpresoj dhe po besoj, që nuk kanë donë me ka shpejt, me anë shprej edhe marë mundësi, po shpresoj dhe po lusë Zotin, që të jemi në Amerikë, në kupën botënore, se jemi në kvalifikime. I kemi vetëm edhe 2 ndeshje, që këto 2 ndeshje t'i kalojmë që është mas mirë të menimin e Zotit, inshallah e kemë fatin e mirë, dhe realisht të jemi në kupën botënore, kjo do të ishte diçka që nuk i ka arrit asni, deri më tash asni federat për kohë kas të shkurtë të jetë pjesë e kampionatit botënor ose kupës botënore. President, folëm më herët emocione. Unë përpara nuk më kanë dhënë tas me pa futboll as kujtë. Jeni pikërisht ju që ta djem që na kanë bërë që ku është Kosova gjithmonë me i hapësit mundësisht edhe me marë pjesë, edhe këtu të falenderoj shumë shpesh herë i gatshëm na ke nderuar, na ke respektu. Është shumë emocionuese. Janë emocionet kur e fiton lujen. Emocionet kur e hup lujen. Qysh i përjeton presidenti këto emocione? Realisht janë emocionet pa përshkrueshme. Realisht, çdo ndeshje fituar e një vetën mret. Çdo ndeshje humbur e një vetën fajtorin kryesor. Sepse ata s'kan faj, se e dhonë 100%. Më duket që une e kom atë barë dhe më duket që une e kom hakun. A mos kom gabu dikun, a mos nuk i kanë kushtet, a mos nuk ka diçka që mungon këtu, por jo. Është qatë që në djemë të mirë, qatë që në ekip vllaznore, qatë që në ekip që mëndzis presin më bo bashkë me njën e tjetërin. Dhe mëndzis presin me ndatë mirën e të keqen me së cili. Kur po ndahet kështu, jemi qaq bashkë, që kur po ndahet kështu, do më thonë, edhe mira dhe keqa bashkë, po e kemi shumë a letë. Pra unë e thash, mu ka bo varsi tashmo. Unë e kom edhe kompanin time, punoj edhe me bizneset e mija, po më besoni, 20% të kapacitetit tem dhe të mundësive të mija shkon në biznesin tim në kompanin time dhe 80% të kohës time të mundit tim shkon në federatën e futbollit. Edhe pse volonter, ta njëtën e futboll, prap jom njeriu i cili ndoshta mos me thoni i pari, por në ndër të parë që shkoj në zyre dhe i fundit dal me disa njerëz. Të na është kriju një format në administratën e Federatës Futbollit, i cili nuk ka orar, i cili nuk ka nevojë me i thonë bëne këtë punë ose mos e bë. Jam shumë i lumtur që kemi mujt me kriju një federatë të tillë, një administratë të tillë dhe muj me thonë një lloj familje të tillë. Ne jemi të gjithë një dhe kjo është rezultati. Kur është pyetje kombëtarja që në arenën ndërkombëtare ajo është në pjedestalin dhe ajo është borxha e jon, ne të gjithë jemi mbrapa tyne në mbështetje, secili pa dallim moshe, gjinie, secili çka do që ka nevojë, çka do që lypet, askush nuk din me thonë jo. Prandaj, kur i kemi të gjitha këto, dhe falë Zotit i kemi dhe të gjitha kushtet i kemi deri tash e kemi bo. Besoni që Federata e Futbollit i ka tashmo, përveç sepse janë publike të gjitha buxheti, të gjitha këto, Federatën e Futbollit i kemi marrë me 0 pronë. Tash i ka 68.500.000 euro e vlerësuar prona Federatës Futbollit për 8 vite. Pa i fut në pjesën e asetëve të Federatës Futbollit, disa fusha zyre që ju kemi bërë rezionëve tona atje, të cilat po prap janë pjesë e Federatës, por ne po flasëm vetëm për pjesën e Federatës. Pra, nëse është kështu, dhe nëse mund të organizohemi një shoqat jetimat e Ballkanit, që janë pjesë edhe e saj,
Dhe jemi në, mund të them që jemi në pjedestalin dhe në pjesën më të rëndësishme e kemi prek, ma mirë me thonë e keni prek, sepse është vizioni jytë, na vesh të mbështesim, e keni prek një kategori e cila është më së nevojshme. Po të njëjtën kohë e kemi prek edhe këto bashkarisht edhe një kategori e cila është shumë e rëndësishme me trasu rrugën që janë fëmijët tonë, që janë gjenerata jonë të rit tonë, të cilët duhet me i bo të shnosh, të meqëm dhe të dishum, humanitar, guzimtar dhe të gjitha këto e kemi në Federatën e Futbollit, e cila i ka 57.000 e disa antar. Është një organizat shumë ndikuese, është një organizat që duhet me pas tepër shumë kujdes, qysh i qasës kësaj organizate, dhe sidomos ne që e kemi marrë detyrën, sidomos ne që jemi votu dhe si mos jam une, si mos të mbohet varësi ose si mos jam 100% në këtë punë, kur gjithë komuniteti i futbollit, të cilët e mojnë futboll dhe shpenzojnë gjithë ato parët e veta, me të votu 100%, kjo është një nder ma shumë se i madh dhe jo vetëm nder, po është një diçka që mu nuk ma shpagun as një sen shpirtnisht ma shumë se kjo, dhe e kom gjetë veten në për këto dy organizata. Në këtë të jetima o Ballkanit për humanizëm, të kategorisë së prindve të gjyshve tanë, të cilët dojmë me sistemu dhe ata të cilët kanë nevojë për njeriun, dhe për këta të cilët dojmë të zhvillojmë dhe të qojmë në pozicionin më të lartë të mundshëm. Pra kur jam në këtë vend, unë as po di mu lodh, as po di mu plak, as po di mu dorëzu. Jam shumë i lumtur me punën që e bojmë dhe jam shumë i qetë shpirtnisht dhe në paqe me vetveten dhe Zoti ja urujt familjet të gjitha tyne dhe ata të gjitha tyne që bojnë punën në këto dy drejtime dhe në përgjithësi, e sidomos ata që ju udhëheqin, jam shumë krenar dhe jam shumë i lumtur që jetojmë në një kohë dhe mujmë me vepru bashku në te. President, jemi në prag një ndeshje shumë të rëndësishme. Qysh është ekipa e Kosovës sot? Çka pret presidenti për asaj loje? Ekipa e Kosovës është shumë mirë, janë në formë shumë të mirë, në për gjitha klubet ku luajnë, ata kanë minutat e veta, më vjen shumë keq që nuk e kemi kapitenin Amir Rahmani, është i lënduar fatkeqësisht. Në këtë ndeshjen e parë shpresoj dhe lut Zotin që sa më shpejt të kthehet, që të jemi të gjithë bashkë. Dhe sigurisht që pres që të jemi bashkë kështu dhe që të na kthehet edhe kapiteni, nuk është se i tutën në ndonjë ekipet. Gjithçka mundet me ndodhë futboll, se nuk ka parashikim futboll. Jo gjithherë fiton më i miri, por të gjithë futbollistët e dinë rëndësinë, të gjithë për rreth që jemi e dim rëndësinë dhe dim çfarë do të thonë këto dy ndeshje, jemi me vetdije të plot, jemi të punu vetëm për këtë pjesë këto ditë. Tash me 23 me datën 23, mas Bajramit na do të jemi bashkë, na vinë të gjithë futbollistë dhe do të grumbullohemi deri me datën 26 në Slovaki, ku e lush Zotin dhe shpresoj që do të kthehemi me fitore dhe të akzojmë këtë popull dhe sigurisht që nuk do të di çfarë do të them, cila do të ishte shpagimi kësaj pune që nuk e shoh, nuk gjej mos me çka mund të shpaguhet kjo dhe nuk gjej shpërblim që t'ju jap aty në futbollistëve për nëse na çojmë Kosovën në Amerikë, ku jemi edhe një grup me Shtetet e Bashkuara dhe aty ku do të ngritet flamuri i Amerikës në një ndeshje himni i Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe himni i Kosovës, është për mua është edhe një lloj shpërblimi ose mirënjohje edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe alatëve të tjerë të cilët kanë ndihmuar ne si shtet uçekën dhe politikën dhe të gjithë për të Kosovën në përgjithësi. Dhe kjo do të ishte një shpërblim ose një mirënjohje në pikërisht në Amerikë, që ja, pra, kjo është shteti të cilën ju e keni ndihmuar të krijohet dhe për kaq vite erdhi këtu të barazohet himni dhe flamuri me të tyre. Inshallah shkojmë. Inshallah. President, veç po i vje fundi këtij bashkëbisedimi, por i kthehemi edhe një herë në fillim ashtu siç e nisëm. Jemi në muajin e shajit të Ramazanit edhe shpesh herë kemi pa lojtarë të Superligës apo ligave të ndryshme, po edhe të Kosovës luajnë edhe ata gjerushëm.
a I ka në konsiderat këto raste Federata Kosovës? Po, gjithsesi se unë menoj që sakrifica neve na bën më të fortë. Dhe sigurisht që I keni pa dhe futbollistë tonë edhe atëherë kur janë agjeru shumë, janë shumë të fortë dhe janë shumë të vetëdijshëm dhe të vetbesueshëm. Ne I përkrahim gjithë secilin që ka dëshirën dhe që është fetar dhe që e mon fen dhe që ka dëshirë, sigurisht që ne e përkrahim, sigurisht që na ju mundsojmë të gjitha ritualet që I duhen, falja namazit, agjerimi, kur nëse ndonjëherë ka mundësi ose do të jetë ndonjë ndeshje kombëtarës në Ramazan, sigurisht që ne I kthehemi ushqimit, syfyrit dhe iftarit. Po realisht ne jemi të lumtur që ata se njëri cili beson është I fortë dhe është I sinqert. Edhe faktikisht ne I dojmë të gjithë ata që besojnë, e sidomos futbollistët tonë. Jam shumë emocionuar kur ata po e them edhe një herë që kanë lind në shtete të tjera të Evropës, që kanë edhe fe tjera, po që kanë edhe kulturë tjetër, po këtu kthehen edhe thjesht tamam janë shqiptar, tamam janë me adetet, me tiparet dhe sidomos në muajin e rahmetit, që muajin e Ramazanit, patjetër që edhe jemi humanitar, edhe jemi më të afërt me njëri tjetrin, po edhe jemi më bujar. President, faleminderit shumë. Ndërqofshi, faleminderit ty. Po kam dëshirë përfund një mesazh për mua personalisht dhe stafin tim në Njekejtve, edhe një mesazh për gjithë shqiptarët që jemi prag të festës së Bajramit. Unë e thash që kjo është shtëpia e të moshuarve. Kjo është shtëpia e popullit. Ju të lumt ju që keni mundësi me jetu këtu, përkundër krejt vështërsive, të lumt ju qasen që keni me njerëz. Të lumt ju që mundi mi knas një njeri të vetmuar ose vetjak, që të gjithë banorët jonë këtu që nuk kanë familje, nuk kanë fëmijë sane. Dhe ju jeni familja. Nuk ka sen ma bujar dhe sen ma zemërmadhësi se kur mundesh. Sot po shohim lloj-lloj rastesh që njerëz edhe prindët e vet nuk po I kanë shumë afër. Ju Zoti I Madh ja u ka çu juve vullnetin, ja u ka çu mendjen që tini po ju çuj kështu, ju jeni njerëz trajt vëlla. Zoti ju rujt. Zoti ju qoftë atje ku bashkëmirë. Mas mirë. Shumë faleminderit. President Zoti Trujt. Ajo. Me ne ishte mik I mjë I shoqatës, presidenti Federatës Futbollit Agim Ademi. Ne I dëshirojmë Kosovës sukses, e lusim Zotin përfitore tash në Slovaki. President paqim edhe shumë vite, inshallah ke shëndetin, edhe faleminderit që ju ke përgjigj ftesës për këtë podcast. Faleminderit shumë gjithmonë. Zoti Trujt. Edhe ju. Shihemi të premten e ardhshme në emisionin e premtja me Halilin. Zoti kur mos ju humb.